Banorët e xhenetit do të përjetojnë shumë gjëra të mira. A ka mundësi shkurt një përjetim prej këtyre? Sono, kjo është një pyetje shumë e mirë dhe Alhamdulillah. të dobishme. Mua për momentin më kujtua ajo ndjenja që Allahu e përshkruan kur thotë fe men zuhziha anin nari wa udkhila al-jannata faqad faz. E kush shpëton nga zjarri i xhehenemit dhe hyn në xhenet, ai është fitimtari i vërtetë. E ndjenja se tash ja kemi dalë, kemi fituar dhe jemi në mesin ato që do të jenë në kënaqësitë pafundta në xhenetet e Allahut, është një ndjenjë e cila ndoshta ne tash këtë botë nuk kemi mundësi ta përshkruajmë. Por pasi që ta kuptojmë se kemi shpëtuar nga dënimi i dhimbshëm në zjarrin e xhehenemit dhe kemi fituar kënaqësinë e Allahut përgjithmonë, kjo është një ndjenjë që nuk përshkruhet dhe me të vërtetë jo rastësisht këta njerëz Allahu i ka quajtur fitimtar. Fitimtar të vërtetë të cilët e kanë fituar betejën e asaj që si do të jetë përfundimi jonë në botën tjetër. Ndjenjë e mrekullueshme. Ndjenjë e mrekullueshme, me të vërtetë. Allah na mësoftë të jemi. Ne në këtë dunja i shohim disa njerëz kur fitojnë diçka, çfarë ndjenje të apo çfarë emocione shfaqin, ne as që mundemi ta fytyrojmë apo ta parashikojmë se si ka më qenë ndjenja e atij njeriu i cili e kupton se ka shpëtuar nga zjarri i xhehenemit dhe ka hyrë në xhenet. Alhamdulillah. Selam aleikum. Aleikum selam.